Po fillojmë edhe me një epizod tjetër me mua Artën. Këtë herë do e bëjmë një ëmbëlsi tradicionale sheqerpare me kokos dhe arra. Përbërësit janë gjalpi, kokosi, arrat, mielli dhe uji me sheqer për shërbetin. Fillimisht e përgatisim shërbetin që të naftohet për sheqerpare. 150 gram ujë dhe 150 gram sheqer. Derisa shërbeti të na zihet, ne vendosim gjithë përbërësit në mikser. Arrat e grimcuara dhe një vezë. Dhe në fund, një pluhur paste, patjetër, për fryerjen e sheqerpareve. Kuptohet dolçela, produkt i podraftës, që është mjaft cilësor. Brumi është gati, si që po e shihni, është një brum kështu, homogen. Është përzirë me mikser mjaft mirë dhe është i gatshëm për t'i formuar sfera, jo shumë të mëdha, por jo dhe shumë të vogla. Sigurisht që mundeni t'i bëni sipas dëshirës, më të mëdha ose më të vogël. Pra, sheqerparet janë kështu, piqen në 180 gradë për afro 20-25 minuta. Pra, sheqerparet janë gati, janë pjekur dhe tani mundemi me i shërbetues. Mjaft të shijshme. Nëse i provoni, ju bëft mirë.